Mirë se erdhët edhe në një edicion të emisionit Dioptri. Me sa duket kohërat po kalojnë shpejt, kemi zënë do thot me pa edhe syrin e pranverës, temperaturat edhe këtu në Zvicër kanë fillu do thot të ndryshojnë. Gjithsesi thot jemi të kënaqur që koha e pranverës na sjell edhe begati do thot, por një gjë nuk duhet të harrojmë do thot se ne kemi edhe lavdin e muajit mars, shqiptarët kudo që jetojnë. Emisioni Dioptriu, si që dini miq të nderuar, transmetohet si mbas mundësi çdo javë në valët e Syri TV këtu në Grenqen, do thotë të Zvicrës. Të gjithë teleshikuesit mund të na ndjekin drejt për drejt edhe në faqen tonë Syri TV, pasandej në faqen e emisionit Dioptri, shqiptarët në Zvicër, gjithë ju ku depërton interneti. Qa kemi për të thënë? Do thotë kemi për të thënë si gjithmonë se Dioptria dhe vetë fjala tregon, do thotë se syri i kamerës son prezanton figura të ndryshme, do thotë shqiptare kudo që jetojnë të profesioneve të ndryshme, veprimtar të ndryshëm të cilët kanë kontribuar në çështjen tonë kombëtare dhe në çështjen tonë kombëtare të lavdishme të historisë sonë dhe që ne i prezantojmë me plot vullnet dhe dëshirë. Të nderuar miq, ata që dëshirojnë të dërgojnë ndonjë pyetje për mysafirët që i kemi në studio, gjithsesi pra këta mund ta bëjnë drejt për drejt edhe në faqe, por edhe përmes WhatsAppit në 076588204, që është emision i drejt për drejt dhe ne i lexojmë mesazhet e juaja këtu që vijnë. Sot pra për nder të epopesë UÇK-s, për nder të këtyre të flijuar do thot për lirinë e Kosovës, të gjithë ata që dhanë jetën e tyre, të gjithë ata që vuan themelet në pavarësinë e Kosovës, të gjithë ata do thot që lavdi u thurim në vargje, vepra, por edhe për kujtime. Në emision sot do ta kem një veprimtar do thot të shquar të çështjes kombëtare, i cili është Adnan Aslani. Pak historik do të lexoj për zotri Adnan Aslanin dhe pasandej do ta kemi edhe në studio. Veprimtarinë e tij adhetare ka filluar si nxënës i shkollës së mesme në Ferizaj në moshën 16 vjeçare. Në shtator të vitit 1988 është arrestuar dhe dënuar me 2 vite burg bashkë me të rinj student. Pas mbartjes së dënimit krahas studimeve për letërsi, ka vazhduar veprimtarinë duke kryesuar Këshillin e Rrethit të Preshevës të Lëvizjes Popullore të Kosovës, me shkurtesën LPK. Në prill të vitit 1993, si përfaqësuesi i këtij rrethi, ka marrë pjesë në mbledhjen e konsultative të LPK-s, që është mbajtur në kollare të Kërçovës. Mbledhja kjo shumë e rëndësishme në rrugtimin tonë për themelimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë mbledhje ai është zgjedhur antar i grupit organizativ dhe riorganizimit bashkë me Ramadan Avdiun, Hashim Thaçin, Bilal Sherifin dhe Ulusi Beqirin. Ky grup kishte për detyrë që të përgatisë mbledhjen e 4 të përgjithshme dhe të bëj riorganizimin e LPK-s dhe kishte kompetenca mbi kryesinë dhe këshillin e përgjithshëm deri në mbledhjen e 4 të përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Në korrik të vitit 1993, pas përgatitjeve të bëra nga ky grup, ai ka marrë pjesë në mbledhjen e 4 të përgjithshme të LPK-s në Prishtinë më 26 dhe 27 korrik të vitit 1993. Gjatë punimeve të saj u zgjodh kryesues i mbledhjes. Në këtë mbledhje pra ka një rëndësi historike, pasi aty u vendos që të fillonte përgatitja e luftës së armatosur dhe të vunë bazat e formimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë mbledhje Adnan Aslani u zgjodh antar i Këshillit të Përgjithshme të LPK-s, që cilët përbëhen nga Xhavet Haziri, heroi i Kosovës tani, Barush Xhemajli, Emin Krasniqi, Halil Selimi, Shaban Shala, heroi i Kosovës tani më, Ali Ahmeti dhe Adnan Aslani. Në gusht të vitit 1993,
pushtuesi serb ndërmori një valë të madhe të arrestimeve të veprimtarisë të LPK-s, të veprimtarëve do thotë, dhe të LKÇK-s. Me qenë se disa nga shokët e tij që ishin zgjedhur antar të Këshillit të Përgjithshëm ishin arrestuar si Xhavit Haziri dhe Bajrosh Xhemaili dhe disa të tjerë gjendeshin në Arati, Halil Selimi dhe Adnan Aslani. Ishte detyruar që përkohësisht të kalonte në Shqipëri. Aqe së bashku me veprimtar të tjerë, si dhe me përfaqësues e degës LPK jashtë vendit, formuan trupën drejtuese në nivel të organizatës për të rregulluar gjendjen e krijuar pas arrestimeve. Trupa drejtuese përbëhen nga Adnan Aslani, i cili njëkohësisht u zgjedh dhe u bë zgjedh si përgjegjësi i saj. Halil Selimi, Hashim Thaçi, Ali Ahmeti dhe Emro Xhemali, në këtë cilësi ai disa herë hyri fshehurazi në Kosovë dhe në Maqedoninë Shqiptare për të krijuar lidhjet e reja me shokët e rrethave të ndryshme që kishin mbetur pa u zbuluar në Kosovë. Në vitin 1994 emigroi në Zvicër ku u angazhua në redaksinë e gazetës Zëri i Kosovës. Duke qenë edhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të LPK-s, në vitin 1997 ai konceptoi dhe publikoi gazetën Zëri i Kosovës, me edicion të plot në internet, duke bërë gazeta e vetme shqiptare në këtë format, gjithsesi në këtë formë në kohën e luftës në Kosovë. Në fund të vitit 1997, ai ka dizajnuar emblemen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që edhe sot miq të nderuar shohim çdo skaj, e cila shumë shpejt u bë një nga simbolet më të njohura në luftën e bartur në betejën nga çlirimtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nuk e di, miq të nderuar, a duhet më shumë të them se sa do thot kaq për të ftuarin në studio. E përshëndesim mikun tim dhe mikun e të gjithë shqiptarëve, Adnan Aslani. Adnan, mirë se ke ardhur sonte dhe mirë se na ke gëzuar në emisionin Dioptri. Faleminderit shumë për ftesën, jam i nderuar që jam në emisionin tuaj kadri. Shpresoj që kem edhe çka të them, meqenëse se ti edhe një biografi time, shpresoj që do të kem edhe mundësi të them edhe unë diçka. E kisha për obligim që ta them këtë, do thotë se për fat keq ndoshta ka njerëz që ende se dinë, do thotë këtë veprimtari të tonë dhe Adnan, por kontributi i pamohueshëm, pastërtia e punës që ke bërë, do thotë gjerë më ditën e sotme, prej në themelet të lëvizjes popullore, do thotë Kosovës, atëherë që ka qenë, do thotë lëvizja e parë, cila për të çliruar trojet shqiptare me tendencë, do thotë për bashkimin e trojes shqiptare, ka qenë, do thotë diçka e pamohueshme dhe kontributi yt nuk mundet asnjëherë, do thotë të mohohet. Lutem, si e ke ndinë në atë kohë, do thotë si mund të themi si brucosh, do të 16 vjeçar, kur ke filluar me veprimtari politike? Po, atëherë 16 vjeçar vërtet kam qenë i ri, po jam ndier jashtëzakonisht i nderuar që unë po i bashkohesha një vargu të gjatë të veprimtarëve, të cilët që nga pushtimi i Shqipërisë, nga turqit, domethënë nga lidhja e Prizrenit dhe gjitha aktivitetet që ishin bë për çlirim nga pushtuesit të ndryshëm të viseve shqiptare, të shqiptarëve në përgjithësi, unë isha i nderuar që të mund të jepja ndoshta një kontribut sa do të vogël dikond që të them se të drejtat tona po shkileshin në Jugosllavi atëherë, ka qenë vitit 86, kur unë jam angazhuar 86-87, kështu ka qenë diçka, dhe besoj që ka qenë një nga momentet më interesante të jetës time dhe jeta ime që nga ato momente ka ndryshuar krejtësisht nga një i ri i cili kishte përcjell me vëmendje të gjitha ngjarjet që kishin ndodhur në Kosovë, edhe pse isha fëmijë, i shihja me shumë simpati demonstratat e vitit 81, kisha lexuar për protagonistët e atyre demonstratave, kisha lexuar për të burgosurit politik, për Adem Demaçin, për shumë të burgosur politik, të cilët mbaheshin në përburgje, dhe ky ishte një frymëzim të cilin unë e gjeja se mendoja se
po të më jepej rastin, në një ditë, sikur unë të kisha mundësi të kontribuoja diçka, sikur ata që kishin kontribuar, gjithsesi do të merrja pjesë, sepse të drejtat e shqiptarëve cungoheshin sa më shumë që unë rritesha, unë krijoj edhe vetdia më e lartë, se vërtet ishim të pushtuar, sepse ne nuk guxonim, nuk kishim literaturë plotësisht të lejuar, ne ishim edhe nga aspekti social të shtypur, po sidomos edhe si shqiptar, nga aspekti kombëtar, ishim teje të shtypur dhe ndaj nesh po ushtrohej vazhdimisht dhunë. Gjenerata e vitit 1981 ishte një nga gjeneratat e cila ishte dënuar jashtëzakonisht shumë të burgosur, të cilët vetëm për pjesëmarrje në demonstrata ishin dënuar me vite të tëra burg dhe ishin kriju rrethana të atilla që kishin shkaktuar një pezm të shumë shqiptar të Kosovës, po edhe një frikë të madhe, sepse pritej në çdo rast që pushtuesi atëherë Jugoslav, po që natyrisht dirigjohen nga Serbia, që të ndërhynte në çdo familje shqiptare. Kishte deportuar gjithkund dhe ishin krijuar momente shumë të vështira. Në vitin 86-87 kanë filluar edhe diskutimet për ta ndryshuar flamurin ton kombëtar. Flamuri kombëtar shqiptar është një flamur që nga koha e Skënderbeut, i cili nuk ka ndryshuar asnjëherë në aspektin e simbolikës së saj. Shqiponja dy krenare në sfond të kuq ka qenë gjithmonë dhe pikërisht në këtë kohë bënin përpjekje që të na dallonin neve nga shqiptarët e Shqipërisë, të thonin se ata janë tjerë, ju jeni kosovar e tjerë, dhe natyrisht ne këtë nuk mund ta pranonim. Edhe unë si i ri, më dha rasti që të kyqem në një lëvizje advëtare e cila rezultoi më vonë deri edhe në fitoren e Kosovës, lirisë Kosovës. Përveç se, për shembull, në atë kohë që ka qenë, do të thotë, kjo politika komuniste e ish Jugosllavisë, për shembull, kundrej inteligjentëve shqiptar, kundrej studentëve shqiptar. Gjithsesi, për shembull, kanë qenë edhe veprimtarë shqiptar, të cilat kanë qenë aktiv në komunizëm, në partitë komunizme, ose në lidhën e komunistëve të Jugosllavisë, pasandej lidhën e socialistëve autonom të Kosovës, edhe ata kanë qenë, domethënë, kundrejt këtyre lëvizjeve. Si keni mund, për shembull, t'i ikni këtyre, ose me një fjalë, si keni mundur sado pak t'i bindni ata se do të thotë keni një veprimtari të drejtë që dëshironi ta orientoni pikërisht do të thotë çështjen kombëtare në atë që duhet të vinë në të ardhmen. Vërtet kanë qenë shumë vite të vështira të asaj kohe dhe pikërisht ky pezm që ne si të rinj që bisedonim me studente, me nxënës, nuk mund të pajtoheshim me faktin që po ushtrohej dhunë. Natyrisht nuk ishin të gjithë ata që ushtronin dhunën serb, madje serbët ishin në shumë të rasteve vetëm ata që komandonin dhe shqiptarët zbatonin urdhrat e tyre. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur mirë, po sido që t'jetë, nuk duhet t'i kthehemi asaj historie, sepse do të themi e kaluar, shkuar, po e paharruar gjithsesi, sepse ka qenë shumë e vështirë të poshtroj një shqiptar për flamurin kombëtar, për shkak se ti ke mbrojt flamurin kombëtar, për shkak se ti ke kërku të drejtat e njeriut, ke kërku të drejtat e shqiptarve për republikë, të drejtat për liri të shqiptarve në Jugosllavi dhe shkëputjen e saj dhe bashkimin me Shqipërinë, kjo ka qenë e pa imagjinueshme, si ka mundësi që një shqiptar të dalë kundër këtyre ideve. Kjo ka qenë shumë e vështirë për të gjithë shqiptarët. Po do të themi se ata kanë qenë të detyruar dhe madje kanë qenë edhe të manipuluar, sepse ata që kanë dirigjuar gjithë këtë politikë të dhunës dhe të agresivitetit kundër shqiptarëve kanë pas selin në Beograd. Dhe shqiptarët
fatkeqësisht disa prej tyre kanë qenë shërbëtorë, nuk them se të gjithë, sepse ka pasur edhe në për institucionet e Kosovës të asaj kohe ka pasur edhe shqiptarë që kanë luftuar për të drejtat e shqiptarëve në rrugën institucionale, duke shfrytzuar pozitat e veta dhe mundësitë që kishte dhënë sistemi arsimor, sistemi politik i asaj kohe, mirë po ndaj të burgosurve politik, ndaj protagonistëve të vitit 1971, sidomos ndaj veprimtarëve të grupeve të fshehta që vepronin në Kosovë, po ushtrohej një terror i paparë. Dhe jo vetëm ndaj pjesëtarëve të grupeve dhe të burgosurve politik, por edhe ndaj familjeve të tyre. Familjet e tyre linçoheshin dhe nuk lejoheshin as të shkolloheshin, as të punësoheshin në për institucione ose në për fabrika ose dikon kudo qoftë. A ka ndodhur për shembull që duke e marrë parasysh se ne dim se trojët shqiptar janë të gjithë do thotë njësoj, po sadoku do thotë me ndarjet administrative, do thotë mbas luftës dytë botërore, gjysma e shqiptarëve mbeten jashtë kufirit të shtetit tonë. A ka ndodhur për shembull që ta marrim parasysh do thotë Medvegja, Presheva dhe Bujanovci kanë qenë do thotë komuna më pak zhvilluara, më të lëna mbasdore, keqpërdorimet e Serboslavisë kanë qenë edhe në atë kohë për shembull kështu që sado kudo për shembull pak më shumë të jetë ajo ndjenja e lirisë, thirrja për liri, organizimi i celulave të Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe kështu me radhë, që juve t'ju e motivoj më shumë për shembull për këtë. Gjithsesi, sa herë kushdo që ka pasur rastin të shkojë në për republika tjera jugoslave, në për komuna tjera, gjithkund ka qenë më mirë se ku kanë banuar shqiptarët. Në aspektin ekonomik, mund të them, ndoshta në Prishtinë kanë gëzuar në për qytetet e mëdha disa njerëz me qenë se kanë pasur pozita në për fabrika, kanë gëzuar ndoshta privilegje më të mëdha, po populli si popull ka qenë më i varfër dhe fakti që në vendin ku jetojmë ka një numër të madh të shqiptarëve që kanë ardhur pikërisht në ato vite, në vitet 70-a e 80-a që kanë ardhur edhe në Zvicër për të gjetë punë, kjo dëshmon që atyre nuk u mundsohej të gjenin punë në vendet të tyre, në vendlindjen e tyre. Shqiptarët e Preshevës me një shumicë të madhe janë të punësuar në Zvicër, në Gjermani, në përvendet e Evropës, shqiptarët e Gjilanit, të Bujanovcit, të them gjithë shqiptarët e gjitha trojave shqiptarëve, edhe të Maqedonisë së sotme, gjithkund ku kanë jetuar shqiptarët me shumicë i ke që kanë emigruar për të gjetur një vend pune dhe për të mbajtur familjen. Po, do të kthehemi do thotë pikërisht ato kjo çështje do të zbrazjes së rinisë të vendeve shqiptare, edhe në komunat shqiptare do thotë që janë Kosovë lindore, po edhe Maqedoni shqiptare, pikërisht. Po, kisha dashur këtu të ndërpres dhe të pyes për shembull, sa keni mundur ju do thotë mi bind shumicën e popullit në përgjithësi jashtë kufive të thotë të shtetit tonë, po plus edhe ata do thotë brenda kufijve të shtetit tonë duke marrë parasysh se shumica e veprimtarëve që kanë qenë do thotë të devotshëm për çështjen kombëtare shqiptare, nganjëherë me kalimin e kufirit do thotë në Shqipëri kanë qenë do thotë me një fjalë të akuzuar edhe si tradhtar dhe të porositur nga UDB-ja e Jugosllavisë. Unë mendoj se populli ka qenë i bindur për krejt, populli e ka ditur çfarë po ndodh dhe ka qenë i bindur për drejtësinë e luftës tonë, të përpjekjeve tona për liri, dhe ka qenë në anën tonë. Tjetër është fakti që nuk e ka pasur mundësinë ta shprehë këtë revolt, sepse shtypja me dhunë e demonstratave, shtypja brutale e demonstratave vitit 1981 ka friksu gjithë popullin, sepse kanë mendu se në rast se do të reagojnë, do të kenë mundësi të burgosen dhe dënohen me shumë vite burg, dhe nuk ka qenë vetëm dënimi ai që e ka bërë të vështirë burgun, ka qenë edhe maltretimi në burg, rrahjet e parësyshme, poshtrimi i skajshëm që është bërë, madje ka edhe raste kur nga torturat edhe janë mbytur në burg
të burgosurit shqiptar. Nga fakti që vetëm se kanë qenë shqiptar, jo nga ndonjë mos pajtueshmëri me ideologjinë që ata kanë përfaqësuar, po nga fakti se kanë qenë shqiptar dhe kanë kundërshtuar shtypjen jugoslave. Edhe kjo u dëshmu pas vitit 1990, kur në vitin 1989-90 u shpërtheu krejt Kosova me demonstrata e me minator të ngujuar në kështu me fundit të 88-ës, 89-a, 90-a e ke një mobilizim të jashtëzakonshëm edhe shumë shpejt u dëshmu që gjithë populli i Kosovës është pikërisht me këta djemë e vajza, të cilët kishin sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. A ishte kjo, do të thot, pikërisht dhe lëkundja e themeleve të ish Federatës Jugoslave, do të thot, me kërkesat e shqiptarëve, të cilat në atë kohë, për shembull, të minatorëve, i vetmi shtet ose republikë, për shembull, që u solidarizua me minatorët ishte Slovenia, dhe a ishte ky, do të thot, fillimi i rënimit të themeleve e Federatës Jugoslave, do thot që ishte një krijesë e Titos. Po, në gjatë periudhës së Titos ishte kamufluar antishqiptarizmi. Kishte një dozë të madhe të antishqiptarizmit sidomos në Serbi, po gjatë periudhës së tij kjo kishte mundur në periudhat ndryshme edhe të ndryshonte varësisht nga raporti i forcave. Në vitin 1970 shqiptarët e krijojnë, në vitet 70-a krijojnë Universitetin e Prishtinës, vinë profesor nga Universiteti i Tiranës për të ligjëruar dhe krijohet një atmosferë pak më ndryshe në Kosovë. Mirë po, Serbia me këto fakte nuk mund të pajtohej dhe sidomos nuk mund të pajtohej me ngallënimin e nacionalizmit shqiptar i cili po shprehte mos pajtueshme, kishte dalë hapur dhe po shprehte kërkesat e veta për liri dhe shiheni Jugoslavia ishte ndërtuar në 6 republika dhe 2 krahina socialiste dhe kur shtrohej krahina autonome, të cilat i përkisnin Serbisë. Dhe kur shtrohej pyetja pse Kosova nuk mund ta ketë të bëhet republikë, thonin nuk ka mjaftueshëm banor. Në fakt, Mali i Zi kishte 600.000 banor ose 500.000 banor kishte republikë, kurse Kosova me 1,5 milion apo e më shumë nuk mund të bëhej republikë. Dhe i kishin ndarë shqiptarët në republikat ndryshme, një pjesë në Maltëzi, një pjesë në Kosovë, një pjesë në Luginën e Preshevës dhe një pjesë edhe në Sanxhak. Një pjesë edhe në Sanxhak. Po flas për ato, ajo është një temë ndoshta tjetër në Sanxhak, gjithsesi edhe ajo është një pjesë, por po flas për këtu që flitej shqip, shkolloheshin njerëzit shqip e gjithkund deklaroheshin si shqiptar, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Luginës Preshevës, të Kosovës, e gjithkund, dhe ishin nda edhe po shtypeshin në këtë formë. Dhe ata përbënin jo më pak se 3 milion banor. Kalojmë pak në periudhën kohore, për shembull, kur ju edhe jeni burgosur, për shembull, në atë kohë, si student, si veprimtar, për shembull. Si kanë qenë, do thotë, rrethonat në burgjet në atë kohë, duke marrë parasysh se në atë kohë nuk i ka pas në dorë të gjithë burgjet Serbia, për shembull, po ka pas edhe, do thotë, policë shqiptare kështu me radhë. A jeni trajtuar, do thotë, në mënyrë të dur, apo jeni trajtuar tamam si armiq, do thotë, të kombit në përgjithësi? Unë kur jam burgosur, kam qenë në fshatin tim, në Strezovc Preshevës, dhe mbaj mend se... Tani Ashanët i thonë gjuhën shqipe, apo? Ashan, po i thonë. E mbaj mend se shtëpinë time herët në mëngjes më 27 shtator vitit 1988 e kanë rrethuar disa vetura të policisë dhe kanë qenë shumë policë, nuk e mbaj mend sa, po krejt shtëpia ka qenë e rrethuar, thotë që terrorista ka këtu. E kanë nxënë Bin Ladenin, ku e diun e kanë aty. Unë isha një 18 vjeçar atëherë, një djalë i ri, nuk kisha asgjë në dorë, nuk kisha as ndërmend të rezistoja, se s'kisha me çka të rezistoja,
e vetmja veprimtari ime ishte puna bisedë me studentët, shkëmbim literature, shkruarja e ndonjë parulle, shpërndarja e ndonjë trakti. Këto ishin ato veprimtarit për të sqaruar se ne jemi të pushtuar dhe duhet të ngritemi bashkarisht që të rezistojmë. Dhe e mbaj mend që ato kanë qenë ardhja aty në policëve, në mesin e tyre ka pas edhe shqiptar, po kryesisht kanë qenë serb nga Vranja të cilët kanë ardhur. Më kanë arrestuar dhe pas përmbysjes së krejt shtëpisë kanë rrotullu sidomos libra, kanë rrotullu gjithçka, çka kanë pas në shtëpi, me shtretër, me gjithçka, kanë për disa orë kanë bastis shtëpinë dhe e kanë gjetë një makinë shkrimi, të cilën e kanë marrë si provë për dënim. Për më dënu. Të nderuar telespektator, jeni me emisionin Dioptri, jemi live në faqen Syri TV dhe në shumë faqet tona të internetit që transmetohet ky emision, shqiptarët në Zvicër, pasandej në vetë faqen emisionit Dioptri. Ju që dëshironi të bëni pyetje, i kërkoj redaksisë nëse ka ndonjë pyetje mundeni me na i sjell, pasi që nuk kemi qasje këtu, do thotë në pyetjet që dërgohen ndoshta edhe përmes faqes, kërkoj ndjes, do të mundohem t'i gjej, po sido që të jetë, keni mundësi pra të shkruani edhe në faqe direkt që ne të mund t'i lexojmë miq të nderuar. Emisioni është i drejt për drejt në do thotë regjistrim dhe më pas do të keni mundësi që të shikoni edhe në valën e të vësyrit në paketet të ndryshme që regjistrohen. Përshëndetje, kadri urime për emisionin Naziv Bajraktari. Arben Mehmeti, përshëndetje nga shteten e Sangallës. Jeni më të mirët, faleminderit shumë i nderuar. Recep Shini thot përshëndetje, respekt për zotëri Adnan Aslanin. Faleminderit shumë, Recep Shini ndoshta e njini? Po, e njoh, është një veprimtar. E përshëndesim shumë, faleminderit. Agim Shabani, respekt Adnan Aslani, faleminderit shumë. Qazim i nderuar, faleminderit shumë për shpërndarjen dhe për dërgimin e këtyre SMS-eve që na i kanë dërguar shikuesit aty. Mundësisht pra mundi edhe të shkruani drejt për drejt në 076 588 2204. Adnan do thotë ne e dim për ta përshkruar të gjithë veprimtarinë dhe të gjithë do thotë atraktivitetin dhe kreativitetin tënd në përgjithësi në krijimin e veprave do thotë patriotike, siç është edhe logo e UÇK-s. Na duhen jo vetëm një emision një orë gjys, po na duhen do thotë 100 emisione të tilla. Po kalojmë pak do thotë tash me kalimin e veprimtarisë në ilegalitet për shembull. Një herë thatë keni ikur në Shqipëri për të vepruar më tutje dhe më pas andej keni kaluar edhe në Zvicër. Këto periudhë kohore pak shkurtimisht na i përshkruani dhe pas andej do vazhdojmë me kronologji. Në vitin 93 ka ndodhur një val e madhe arrestimeve, siç e lexova edhe në fillim në biografinë time, dhe pas atyre arrestimeve në të cilat edhe unë isha i kërkuar që të arrestohem, isha i rrezikuar për të arrestuar, u detyrova të largohem në Shqipëri dhe bashkë me shokët në Shqipëri kemi bërë përpjekje që të ruajmë lidhjet, të rikrijojmë lidhjet me shokët e organizatës së asaj kohe dhe të pas një periudhe 8 mujore, herë në Shqipëri, herë në Maqedoni, herë në Kosovë, jam detyruar të largohem në Zvicër dhe nga viti 94, domethënë jetoj fillimisht në Schaffhausen të Zvicrës, tash në afër Zürichut në Greifensee. Si u gjendet për shembull, ta moni parasysh për shembull, nuk është tash periudha e kohës rrjeteve sociale që tani thotë mundesh me një klikim të kontaktosh me të gjithë. Si keni gjetë mundësinë do thotë kontaktoni përmes atyre shkrimeve, përmes fletushkave, do thotë ta krijoni celulën përsëri të lëvizjes popullore, do thotë për Kosovë. Gjatë kësaj periudhe 93-94 derisa unë nuk jetoja më si njeri, jetoja në fshehtësi të thellë, bëja një jetë të fshehtë,
isha i strehuar dikun në Preshev një kohë, pastaj në Kosovë, në vendet të ndryshme të Kosovës, në Prishtinë, në Kamenice, gjithka, domethënë ku kam pas mundësi të strehohem, te familjet atletare natyrisht, por më kujtohet që atëherë kemi pas vazhdimisht me shokët gjithmonë kemi lënë një vend kontakti ose vend takimi për t'u informuar se ku mund të gjindeshim me njëri tjetrin. E di se kur isha në Preshev, vazhdimisht ka telefonuar një shok nga Prishtina i cili asnjëherë nuk është prezentuar me emrin e tij të vërtet, por është prezentuar me një emër krejt tjetër dhe i vetmi që e dinte se kush është ai njeri, isha unë. Familja ku unë isha aty dhe kishte telefon, nuk e dinte se kush është ai personi i cili po telefononte aty. Mund të pyesnin familjen, por ata nuk mund ta dinin se kush është ai personi me emrin e fshehtë që e kishte. Domethënë kështu ka qenë veprimtari shumë e vështirë në fakt, sepse vazhdimisht është dashur mi pas kujdes rrugtimin nga një vend te tjetri, sepse në momentin që të ndalë policia mund të identifikohesh dhe një telefonat në bazën e policisë do të identifikonte personi i cili është në kërkim dhe arrestoheshe. Prandaj është dashur me pas kujdes, jo vetëm për fatin personal timin, ose të secilit prej nesh, po për fatin edhe të shokëve tjerë, të cilët ose mund të shkëputej lidhja me ta, ose edhe për fatin më të keq gjatë torturave, edhe mund dikujt të rrëshqiste ndonjë fjalë dhe tregonte për shokun dhe pastaj të zbulohej edhe shoku tjetër dhe nuk mund të kanë qenë vitet vështira, po në fakt kanë qenë edhe vitet lavdis, sepse në ato vite, pikrisht në ato vite, në vitin 93, mund të them në mbledhjen e 4 përgjithshme, u vunë themelet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vendimet e mbledhjes 4 përgjithshme janë vendime shumë të rëndësishme për krejt Kosovën, sepse aty u vendos që Kosova të fillojnë përgatitjet për luftën e armatosur, sepse Kosova kishte pritur mjaft, ishte mbajtur mbledhja e Daytonit, shqiptarët as nuk ishin përmendur, Kosova nuk ishte përmendur fare, dhe rrezikonte Kosova që të trajtohej vetëm në aspektin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Prandaj u krijua si domosdoshmëri themelimi, formimi i UÇK-s, e cila do t'i bënte ballë pushtuesit serb edhe me armë. Në qoftë se e marrim parasysh tash periudhën kur ju keni filluar përgatitjet për do thotë për kryengrytje ose celulat e para do thotë për aksione diverzante. A mendon për shembull se ka qenë periudhë e duhur që është pritje më tani, apo u zhdar do thotë kur ka filluar lufta në Bosnjë, shkatrimi ose domethënë olluja kur ishte në Kroaci, në atë kohë me u ngrit Kosova në luftë, apo do thotë kjo periudha kur ju keni filluar do thotë celulat e para me ndërtu ka qenë më e volitshme koha. Çfarë mendimi keni për atë periudhë? Unë mendoj se historinë nuk duhet me ndryshu në asnjë formë, as mendoj se ajo çka ka ndodhur në Kosovë është pikërisht ajo e duhura, sepse Kosova tamam me kohë ka reagu me luftën e saj të armatosur, sepse vëmendja ndaj Kosovës është përqendruar më shumë. Pushtuesi serb ka bë krime të llahtarshme, ka kryer gjenocid ndaj kroatëve në Kroaci, ndaj muslimanëve në Bosnjë dhe ndaj kroatëve në Bosnjë e Hercegovinë. Dhe bota i ka parë të gjitha këto dhe të njëjtën e aplikoi edhe kundër shqiptarëve dhe bota do të kompromitohej jashtëzakonisht shumë dhe nuk mundi të mbyll syt para faktit që serbët gjatë luftës në Kosovë më vonë në vitin 1998-1999 edhe kryen edhe aktin e gjenocidit ndaj shqiptarëve. Prandaj mendoj që Kosova luftën e armatosur e ka bërë pikërisht në kohën e duhur. Jo, nuk ka pas nevojë
të bëj luftë më herët, edhe mendoj që ka bë mirë, qoftë politika e atëhershme që paqësore që ka refuzuar të futet në luftë, qoftë edhe organizata tjera të cilat siç është Televizja Popullore e Kosovës, e cila natyrisht që ishte një lëvizje e cila pak më ekstreme. Jo ekstreme, po do të thoja që nuk e përjashtonte mundësinë edhe të luftës. Nuk e përjashtonte mundësinë, sepse ekstreme nuk ka qenë as pak, për shkak se ne kemi kërkuar diçka që nuk na takon. Kërkesat janë ekstreme për me i realizu qëllimet, për shembull. Po nuk e përjashtonim edhe mundësinë edhe të luftës armatosur, sepse laku na kishte ardhur në fyt, në fakt. Kosova po zbrazej, rinia e Kosovës me një thirrje për shërbim ushtarak, largohen nga Kosova dhe vinin në vendet e Evropës, me maltretimet që ja bënin, me kërkesat, jo gjëja i kërkonin armë dikujt, i kërkonin diçka tjetër. Kështu dhe më thoni ishte një represion i vazhdueshëm në vitet e 90-ta dhe dikur ishte vetmja mundësi, nuk kishte kur farë mundësie tjetër të provonim. Po. Edhe unë mendoj të thot në atë periudhë kohore, po të kishte filluar do të thot rezistencë armatosur, të gjitha forcat e ish Federatës Jugoslave do të orientoheshin në Kosovë, për ta zhdukur këtë 2 miliardë për shembull që ishte në Kosovë, edhe të tjera do të përfitonin edhe më shumë shembull. Mendimi im është gjithashtu. Po kalojmë pak do thot në kreativitetin tënd pikërisht për shembull duke e marrë parasysh një veprimtar do thot patriot, edhe kreativitetin nuk e ke lënë asnjëherë manash, për shembull edhe ke krijuar pikërisht figurën do thot ose logon e një gjëje do thot që është do thot ADN e të gjithë fitoreve që kanë ndodhur, për shembull UÇK-s. Atë logo që ke krijuar do thot me ato 3 figura të familjes Jashari. Si të ka lind ideja ose si i e frymëzuar do thot nga vrimtaria për ta krijuar? Shiko, në vitin 1997, ushtria çlirimtare e Kosovës ishte tashmë një temë nëpër media dhe në politikën edhe të Kosovës, po edhe në politikën globale, do të thoja. Ishte forcuar ushtria çlirimtare e Kosovës dhe ajo vazhdonte me aksionet e saj kundër forcave serbe dhe në vjesht të vitit 1997 unë kam shtruar në një bisedë kam shtruar edhe domosdoshmërinë e krijimit të simboleve të UÇK-s. Mirë po, kjo domosdoshmëri është parë më shumë e nevojshme, sidomos pas marrjes së fjalës publike të ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës më 28 nëntor 1997 në varrimin e mësuesit Halil Geci në Laush dhe në atë varrim 3 ushtarë të UÇK-s, Recep Selimi, Muj Krasniqi dhe Daud Haradinaj dolën publikisht dhe morën fjalën. Recep Selimi ka qenë ai që ka qenë i maskuar dhe që ka lexuar komunikatën e UÇK-s, kurse 2 të tjerat, Muj Krasniqi dhe Daud Haradinaj nuk kanë pasur maskë. Muj Krasniqi ka pas syze që normalisht nuk ka bartur, ka qenë pakës i maskuar, po Daud Haradinaj fare nuk ka qenë i maskuar, ka ndalur publikisht dhe kjo e ka heqë të gjitha dilemat se UÇK-ja, sepse spekulohej shumë në atë kohë kush janë këta. Krimtaria i Jugosllavisë. Edhe pse në zonat e Drenicës ata e dinin kush janë, e dinin shumë mirë, ishin. Po propaganda e bënte të vetën. Po në zonat tjera nuk e dinin. Dhe kur dolën ata publikisht, atëherë u hapën dyert për UÇK-n dhe u kriju një momentum i ri edhe i domosdoshmërisë që ajo ushtri të kishte edhe simbolet e veta identifikuese. Deri atëherë kishin përdorur ushtarët e UÇK-s simbolet ndryshme, secili ashtu si ja kishte marrë mendje. Zakonisht dikush kish vendos një shqiponjë në kapel, dikush tjetër kishte vendos një formë tjetër, po nuk ishte kur gjë unike. Ku miratu do thotë kjo puna jote do thotë? Në vitin 1997, pas kësaj ngjarje, ushtrua domosdoshmëria. Atëherë unë jam kontaktuar nga kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës këtu në Zvicër
me kërkesën që të ideoj dhe dizajnoj emblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilën e kam bërë me shumë kënaqësi dhe me shumë përkushtim. Ndoshta përkushtimi më i madh i jetës time ka qenë në ato 10 ditë që unë kam dizajnuar emblemën, kam provuar forma të ndryshme nga më të ndryshmet dhe nga ajo kanë rezultuar 9 propozime për kapel dhe 9 propozime për krah. Domethënë gjithsej 18 propozime, mirë po kjo që është zyrtare, që është sot, ajo është miratuar edhe me rekomandimin tim, se kjo është më e mira dhe kjo i plotson të gjitha kriteret e një simboli, një embleme të një ushtrie e cila po krijohej, po fuqizohej dhe po merrte përsipër çlirimin e Kosovës nga pushtuesi serb. Kur jemi te kreativiteti, gjithsesi do thotë ne kemi më shumë për të biseduar për çështjen dhe veprimtarinë tonë dhe Adnan. Po e kemi do thotë edhe simbolin e gjenocidit që e keni bë, do thotë atë shenjën këtu do thotë që e keni. Ka mundësi pak edhe këta do thotë si të lindi ideja do thotë për ta bërë. Po, më lejo të them vetëm edhe diçka për simbolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas dizajnimit të këtij simboli, ky u shpërnda jashtëzakonisht shumë dhe u bë shumë i famshëm. Mirë, po nuk ishte puna ime ajo që e bëri të famshëm këtë simbol. Ishin ushtarët, luftëtarët e UÇK-s, të cilët e bartën me shumë dinjitet dhe sidomos kësaj i ashtuan vlerën dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ata që e paguan me jetë. E lanë me gjak këtë emblem dhe e vendosën në historinë e popullit shqiptar si një nga simbolet më të mira, sepse është simbol i lirisë Kosovës. Dhe të kthehem tani te simboli i gjenocidit, siç e përmenda më herët, gjatë vitit 1998-1999, forcat serbe kanë kryer një nga aktet më të tmerrshme që njeh njerëzimi, gjenocidin ndaj popullit shqiptar. Dhe kjo nuk ka qenë hera e parë që ata kanë kryer gjenocid. Të kujtojmë, vetëm gjatë vitit 1998-1999 janë mbi 10.000 civil të vrarë. Janë mbi 20.000 vajza e djem, gra e burra të përdhënuar seksualisht. Janë dëbuar nga Kosova, shumica e popullsisë Kosovës. Mbi 1 milion shqiptar janë dëbuar dhunshëm nga Kosova dhe janë shkatruar objektet e kulturës, të banimit, të religionit, gjithçka që ka të bëjë me identitetin e shqiptarëve. Dhe të gjitha këto 4 akte, 4 forma të këtij gjenocidi, të cilët ishin të planifikuara dhe të cilat zbatoheshin në Kosovë, përbëjnë faktet mjaftueshme që kjo të cilësohet si gjenocid. Dhe Kuvendi i Kosovës në vitin 2019 me iniciativën e veprimtarit, kryetarit të qendrës Gjenocidin Kosovë, Plagë e Hapur, Bardhyl Mahmuti, ka miratuar në 19 maj, ose 16 maj, nëse nuk gaboj, të vitit 2019, ka miratuar rezolutën me të cilën Shteti i Kosovës veprimet e forcave serbe gjatë luftës në Kosovë i cilëson si gjenocid. Dhe pikërisht këtë vit është dizajnuar edhe ky simbol, i cili përkon, fillimisht është bërë si logo e qendrës Gjenocidin Kosovë Plagë e Hapur, që është formuar më 30 qershor 2019 dhe përkon pikërisht me këto 4 forma të gjenocidit që ka kryer shteti serb kundër shqiptarëve. Domethënë, njëra nga petalet, siç e breni, domethënë lulkuqja ka 4 petale. Njëra nga petalet përfaqëson vrasjen e civilëve, që thash janë mbi 10.000 civil, jo të armatosur, jo njerëz civil të pafajshëm, të cilët nuk ishin pjesë e luftimeve, po janë vrarë me qëllimin që të shkatërrohen shqiptarët si të tillë. Dhe 10.000 civil të vrarë, petalja tjetër përfaqëson dhunën seksuale,
Petalja tjetër përfaqëson spastrimin etnik dhe petalja e katërt përfaqëson shkatërimin e identitetit shqiptar, të kulturës e trashëgimisë kulturore shqiptare. Dhe nëse e shihni me kujdes, kjo lulkuqe në vend të kokrave të zeza që ne njohëm si ato kokrat e zeza që janë të lulkuqes normal, janë figura të vajzave, të djemve, të grave, të burrave, që janë viktimat këtij gjenocidi dhe të gjitha së bashku në formë rrethore kërkojnë së bashku drejtësi dhe janë në vuajtje të përhershme, janë në formë rrethore sepse janë në vuajtje ciklike. Dhe siç e shihni, forma e lulkuqes është në formën e shkronjës X, e cila simbolizon pikërisht atë sepse në vendbanimet e përzijera ku popullata ishte e përzier, ku kishte edhe shqiptarë, edhe serbë, edhe komunitete tjera, atëherë në shtëpitë e shqiptarëve shënohej me një X në dyert mënyrë që të forcat serbe kur të vinë të dinë ku të godasin. Sepse qëllimi ishte që shqiptarët shkatërrohen si të tillë. Unë kam kënaqësinë që ta dhuroj ty një lulkuqe, që ta kesh. Faleminderit shumë. Kjo është... Do thotë, kisha lutur redaksin që ta fiksoj. Faleminderit shumë i nderuar Adnan për këtë dhuratë, do ta mbaj me xhelozi. Secili njeri duhet, unë pikërisht deshta do thotë edhe pyetjen e radhës me bë, po para se të shkoj me pyetjen e radhës, ta falenderoj edhe redaksin e Syri TV, që janë do thotë në redaksi, gjithsesi në teknik drejtori Musli Saiti i palodhur që a gjerë më tani, dhe bashkëpunëtori i tij Qazim Zenuni, gjithashtu edhe të gjithë bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që e kanë shpërndar emisionin, e dim se ky emision nuk është i pavlerë për shembull që me pas me qindra shikime në këtë moment, po kjo është domethënë ajo që duhet shqiptarët një herë për gjithmonë mos të harrojmë. Njerëzit kanë punuar, kanë vepra të krijuara, dhe veprat e krijuara do thotë për mirësi, për patriotizëm, për pastërti kombëtare. Asnjëherë nuk ju del moda, asnjëherë nuk harrohen. Pikërisht i nderuar Adnan, faleminderit shumë nga zemra edhe një herë. Miq të nderuar, po e falenderoj edhe një herë, do ta mbaj me xhelozi. Këto duhet neve do thotë na trokas pak në kokë, pikërisht këto masakra që kanë bërë serboslavët. Nuk harrohen asnjëherë. Me sa më duket, në shekullin 21, vitin 2026, kemi harruar pikërisht për shembull në epopene UÇK-s, në vend që ne të gëzohemi në përgjithësi nga sukseset e klasave politike në viset shqiptare, ne duhet të jemi të brengosur. Sido që tjetë, nuk do të hima të tje, pasi që e kemi një person i cili e meriton edhe më tutje të vazhdojmë këtë intervist, sa i përket veprimtarisë së tij, pastërtisë së veprimtarisë së tij, para lufte, gjatë luftës dhe mas luftës, dhe si mërgjimtar, do thotë, që me trup jeton në Zvicër, po me mendje dhe ndjenja është në vendlinjën e tij në Ashanaj, do thotë të Preshevës. I nderuar Adnan, nuk e di se a e përshkrova bashkë mirë këtë, do thotë që e thash, ka mundësi pak të më bashkangjitesh me këtë që e thash, unë për shembull plotësoj diçka. Po, shiko, dua të theksoj rëndësinë e këtij simboli. Përse është e rëndësishme që të kemi ne një simbol. Në vitin 2022, në nëntor të vitit 2022, qendra jonë, gjenocidin Kosovë plagë e hapur me selin Gjenevë, ku kryetare është Bardhyl Mahmuti, ka paraqitur një kërkesë para institucioneve të Kosovës që kjo lulkuqe të bëhet simbol i përkujtimit, simbol zyrtar i përkujtimit viktimave të gjenocidit në Kosovë. Dhe 24 komuna të Kosovës kanë miratuar këtë kërkesën tonë që ky simbol tashmë është pranuar nga 24 komuna si simbol i gjenocidit në Kosovë. Dhe është përkrahur nga një numër jashtëzakonisht i madh i intelektualëve, figurave publike, intelektual të profileve të ndryshme, janë universitete që kanë dalë në mbështetje të kërkesës sonë. Dhe sot kjo lulkuqe tashmë është e njohur pothuajse për të gjithë në Kosovë dhe në
në diasporë kudo, dhe kjo është një nga simbolet më të rëndësishme që duhet të kemi pas luftës. Ushtria Shlerimtare e Kosovës natyrisht ka përfunduar misionin e vetë. Kosova është lirë, vendi lirë, mirë po shteti serb ka lënë pas gjurmët e veta të tmerrit, të tragjedisë që kanë përjetuar shqiptarët, dhe ne mendojmë se përmes këtij simboli ne duhet ta përkujtojmë, të mos e harrojmë asnjëherë atë çfarë ka ndodhur me ne. Është shumë e rëndësishme sepse përmes një simboli shumë të thjeshtë ndoshta, një lule shumë e bukur, ne nderojmë viktimat e gjenocidit dhe u japim mundësi që edhe fëmijët ta kuptojnë shumë lehtë. Mos të harrojnë. Shumë lehtë se çfarë ka ndodhur me ne. Pse është e rëndësishme që ne të mos harrojmë? Është e rëndësishme sepse të marrë shembull vetëm popullin hebrej i cili ka përjetuar gjatë luftës së dytë botërore gjenocidin nga Gjermania naziste. Ata edhe sikur të mos thonë asnjë fjalë më askund në botë, edhe sikur të mos bëjnë asnjë dokumentar, asnjë film artistik, asgjë për këtë çështje nuk kanë nevojë të thonë, sepse botërisht është e njohur që Gjermania naziste ka vrarë mbi 6.000, rreth 6 milion hebrenj. Dhe neve akoma nuk na është njohur gjenocidi. Ne akoma edhe kam dëgjuar nëpër media që akoma ka dilema vërtet a ka përjetuar populli i Kosovës gjenocid apo jo. Nëse dikush nuk është i bindur në këtë, le të shkojë nëpër vendet ku kanë ndodhur këto masakra. Shqiptarët nuk janë kursyer as në aspektin ideologjik, as në aspektin fetar, as në aspektin politik. Të gjithë njësoj kanë përjetuar të merret, as kulturor. Absolutisht, shqiptar, katolik e musliman, të gjithë janë vrarë nga fakti që kanë qenë shqiptar dhe janë dëbuar nga Kosova. Nuk i ka pyet a je i majt, a i djathtë, a je i katolik apo musliman, a je ortodoks, a çfarë je, për ta ka qenë e rëndësishme që shqiptarit mos ekzistojë si i tillë. Prandaj, ky simbol duhet të shpërndahet sa më shumë dhe ne ta mbajmë e t'ia shpjegojmë botës me atë çfarë ka ndodhur me ne dhe të marrim shembullin e popujve tjerë, si armenët dhe popuj tjerë të cilët kanë përjetuar tragjedi të ngjashme, që të vënë në pah gjenocidin që ka ndodhur ndaj popullit tonë. Shqiptar. Më rastit të ndëgjoj një veprimtare të shquar e cila nga Medika Gjakova ishte në një emision të Besim Dina, me sa më kujtohet, dhe ajo kishte qenë në Ruand. Në Ruand ka ndodhur një gjenocid atje, gjatë viteve 90. Dhe në muzeun e gjenocidit ishte një pjesë ku përmendej Kosova dhe Bosna si shembuj ku ka ndodhur gjenocidi nëpër botë. Dhe merreni me mend, në muzeun e Ruandës ka pjesë për Kosovën, kurse Kosova akoma nuk ka një muze për gjenocid. Pikrisht, i nderuar Adnan, miq të nderuar, jeni me Dioptri, emisioni i drejt për drejt që transmetohet në Syri TV. E kam thënë të thotë është emision javor, por për shkaqet kuptohet objektive, ne nuk mund ndoshta të organizojmë çdo javë nga një emision, po emisionet e tona do t'i gjeni pasandej edhe në YouTube, në kanalin e Syri TV, por edhe në vetë faqen e Syri TV, edhe në emision të thotë që ka vetë faqen në Facebook, Dioptri me Kadri Ismailin. Unë do thotë në përmbyllje të kësaj bisede do të kyçem pak atë që e tha Adnani për shembull, se a është duke bërë për shembull edhe vendi edhe Maqedonia Shqiptare, forcat politike, edhe në Kosovë, aq sa duhet të bëhet pikrisht nga këto që ne e dim. Ne që jetojmë në gurbet jemi të etur për atë dhej, pa janë të etur edhe ata atje për shembull që me çdo kusht, edhe rinia, por edhe ata që jetojnë atje dojnë me çdo kusht me e lënë vendlinjen, me ik. I nderuar Adnan, do të lidhem pak, për shembull, ju thatë edhe pak më herët, do të rinia në Strezoc, në Preshev, Medveç Bujanovc, në Maqedoninë Shqiptare,
Në Shqipëri gjithashtu nuk është keq. Kosovë, të gjithë po dëshirojnë me ikë, ku do t'ja lëmë vendin tonë atje? Fatkeqësia më e madhe është në Lugina e Preshevës. Atje është situata më alarmante, do të thoja, sepse përveç dhunës ndoshta të heshtur, po atje ushtrohet një dhunë institucionale ndaj shqiptarëve u pasivizohen adresat. Kjo është një formë e re e spastrimit etnik. Nuk ju mundsohet punësimi të rinjve, nuk ju mundsohet perspektiva në vendlindje. Prandaj ata janë të detyruar të largohen nga aty. Dhe kështu ngadal shqiptarët e Preshevës, të Bujanocit dhe të Medvegjës, fatkeqësisht të qytetit Medvegjës, ndoshta shumica tashmë nuk janë aty në qytet, por të disa fshatrave që kanë mbetur vazhdimisht po paksohen. Kjo është një gjë alarmante dhe sigurisht që për këtë çështje do duhet ky alarm do duhet të trokiste në rend të parë ndaj qeverisë Kosovës dhe qeverisë shqiptare, të cilët duhet me çdo kusht që këta shqiptarë në këto 3 komuna, që janë një pakicë shumë e vogël në krahasim me një shtet të madh në krye të cilit gjendet një kriminal, të ndikojnë që njerëzit aty s'paku të rrinë në vatrat e veta, të krijojnë një perspektivë derisa të vijë një mundësi e re që ajo pjesë, për atë pjesë të gjendet një zgjidhje e përhershme politike. Për fund, miq të nderuar, e dim se vikendet zakonisht do thotë ju jeni mësuar ndoshta edhe me shikuar emisione argëtuese, Big Brother për fat keqe kështu me radhë, po sido që të jetë, kjo është me ma shumë vlerë se gjithçka që ndoshta transmetohet nëpër televizionet atje që nuk po du me i cek me emra, por sido që të jetë, mesazhet që Adnani i dha për juve sot nuk janë do thot mesazhe për të injoruar, duhet secili do thot i trokas mendjes dhe mos t'i harroj këto vuajtje. Në fjalën përmbyllëse, në realitet mos harroj edhe të gjithë ata që janë duke agjëruar, ju dëshirojmë agjërim të këndshëm dhe që përgatitni për syfir tani ose kudo që shkoni, mos thuni që po ju injorojmë, po gjithsesi do thotë ju dëshirojmë agjërim të këndshëm e kështu me radhë. I nderuar Adnan, ka mundësi një fjalë përmbyllëse, thash edhe një herë, po e them edhe po e cek edhe një herë tjetër, se ne kemi për të diskutuar me javë të tëra për veprimtarinë e Adnanit. Është do të epopeu ÇK-s, atje nata e zjarreve, është dita e mësuesit, nesër dita e grave, gjithsesi të gjithëve ju urojmë gjithat mirat në Kosovën e lirë, edhe pse ne e dim se qëllimi ka qenë bashkimi i trojës shqiptare, po kur nuk është do thotë shiu edhe breshë është i mirë. I nderuar Adnan, për fund. Sot është 7 marsi, ne e dim, është epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më 5, 6 dhe 7 mars është zhvilluar një luftë e pabarabartë, por heroike, e një familjes së Adem Jasharit, bashkë me babën e vet, Shaban dhe vllaun Hamzën dhe gjithë familjarët e tjerë, të cilët në këtë luftë të pabarabartë kanë rënë në atë betejë. Është një moment i reflektimit dhe një moment kur shqiptarët i ka bashkuar krejt ajo luftë e krijuar atëherë, sepse u krijuan 2 momente, u dëshmua që Serbia ka plan genocidal kundër shqiptarëve, sepse në fundit aty do të kurseheshin fëmijët, do të kurseheshin gratë, do të kurseheshin pleqt, por aty nuk u kursye askush. Të gjithë u bën rrafsh shtëpitë e tyre dhe u vran ata djem që aq shumë e kanë dashur lirinë e shqiptarëve dhe aq shumë kanë bërë për shqiptarët. Prandaj pikërisht në këtë ditë, unë mendoj që shqiptarët duhet të bëhen bashk rreth kësaj çështje, rreth çështjes së gjenocidit. Ne mund të na ndajnë shumë gjëra, politike, jo politike. Po më shumë na bashkojnë. Po kjo është që duhet të na bashkojë. Të bashkohemi të gjithë, sepse kur flasëm të gjithë me një zë, kur ne mishrohemi me kërkesën tonë që të njihet
gjenocidin, ndaj tragjedisë që ka përjetuar populli shqiptar i Kosovës, unë jam i bindur që edhe bota do e njohë këtë tragjedi tonën dhe Serbia në fund, në perspektivën e afërt, do të dënohet për gjenocid dhe përfundimisht të largoj duart nga Kosova. I nderuar Adnan, faleminderit shumë. Shpresojmë që ja kemi arrit qëllimin me thonë atë, do thotë edhe me të pyet atë që do thotë kishe pas nevojë edhe u dash me të pyet. Thash edhe një herë, po e cek edhe një herë për të gjithë teleshikuesit, kemi me bisedu, do thotë pafund. Po rrethonat e kanë këtë, për shembull emisioni është i kufizuar me një fjalë dhe faleminderit shumë nga zemra, të dëshiroj, e kemi edhe vetëm një informacion, gjithsesi një letër që s'kam mundësi ta harroj. Shaban Haliti thot respekt të pafund për Adnanin, të lumt Kadri, që pikërisht e ke zgjedh këtë bashkëbisedues. Faleminderit shumë, e përshëndes edhe unë Shabanin. I nderuar Shaban, faleminderit shumë gjithashtu ty dhe të gjithë ata që s'kan pas mundësi, do thot me na shkruar, e di, ka do thot po më shkruajnë privat që s'po mund me e gjetë për arsye se janë do thot disa çështje këtu do thot teknike që nuk mund është me gjetë, po sido që të jetë, ky emision do të transmetohet dhe do të vendoset në faqe dhe do ta dëgjoni me radhë. I nderuar Adnan, edhe një herë faleminderit shumë dhe lavdi për të gjithë të rënët e luftës shlirimtare të Kosovës. Lumt goja, faleminderit shumë, e lavdi edhe nga ana ime të gjithë atyre heranjve. Të nderuar teleshikues, ishte e gjithë kjo për emisionin Dioptri, pra me Kadri Ismailin. Shpresoj që keni mbetur të kënaqur. Ju kisha lutur në qoftë se keni diçka për të shkruar në emision aty ku është në faqen Syri TV, jepni ndonjë kritik, ndonjë informacion ose ndonjë lavdat, por edhe ndonjë ide që juve ju intereson për të pas në emision. Ju e dini se emisioni Dioptri është i veçantë, ka do thotë edhe syrin e kamerës që si shohin të tjerë shohim ne, po për shkaqe që e kemi pas një veprimtar do thotë shumë të çmuar në emision, ato rubrika do t'i lëmë mangësh. Natën e mirë dhe shpresoj që të kaloni sa më mirë sonte dhe vikend të këndshëm ju që punoni nesër punë të mbarë, se e dim në Zvicër dhe në Perëndim puna nuk ndalet edhe ditën e diel. Natën e mirë edhe një herë. Nga unë Kadri Ismaili dhe redaksia.